komunitetit serb ose serbëve lokal, të cilët sipas informacioneve të cilët i kemi janë mbi 7 ose 8 të cilët janë pranuar. Pra, as në këtë konkurs nuk do të ketë zyrtar policor nga etnia shqiptare. Po, pra, edhe kjo institucion është ka shndrohet në një institucion një etnik. Imagjinoni, po më duhet patjetër ta refleksoj, një komunë e cila përbën 62% të saj shqiptare, faktikisht në çdo institucion që vepron në këtë komunë, shqiptarët janë në përfaqësim minimal. Dhe është kjo kundër ligjit, si e parashë ligji këtë punë? Absolutisht është edhe kundër vetë Kushtetutës së Republikës së Serbisë, sepse Neni 77 i Kushtetutës së Serbisë parashë që në komuna ku një minoritet është shumicë, në çdo institucion, në konkurset e secilit institucion, duhet fillimisht që të kemi përparësi përfaqësuesit, qytetarët e komunitetit shumicë në atë komunë. Kur janë në pyetje shqiptarët, këta i shkelin edhe ligjet e veta. E qartë. Por kur shqiptarët, kur i intereson këtyre që të ndjekin shqiptarët, atëherë këta tentojnë që ta zbatojnë në përpikmëri e çështjen. A janë të informuar edhe institucionet në Prishtinë për këto situata? Po, në mënyrë të rregullt ne i njoftojmë sigurisht edhe institucionet në Kosovë dhe Shqipëri. Duhet ta bëjmë edhe një publike përmes intervistës suaj, pas përfundimit të këtij aksioni, neve morëm informacion se është paraqitur në objektin e Këshillit Kombëtar Shqiptar policia me informacione se dëshirojnë që të bisedoj me mua dhe 2 shoqëruesit e tjerë të cilët ishin në aksion, lidhur me aksionin sepse i kishte njoftuar drejtori i atij institucioni, pra vazhdon një lloj përndjekje pas çdo mund të arrestoni. Mund të arrestoheni për shkak të këtij veprimi? Shpresoj që mos ta bëjë një budallëk të tillë për shkak që nuk është aksioni i parë të cilin ne realizojmë dhe asgjë nuk është e kundërligjshme. Neve edhe në aksionet e tjera të cilët kemi pasur, janë paraqitur përfaqësues të stacionit e policisë komunës së Bjanocit, po që neve i kemi kërkuar që në rast le të kontaktojnë prokurorin. Në rast se prokurori konstaton se veprimi jonë është i jashtëligjshëm, atëherë merren masa, po është thjesht një lloj përndjekje për të na demotivuar nga ky lloj reagimi. E qartë. Luti, ju të falenderoj shumë për krejt këto informacione që dha, do të jemi në kontakt për zhvillime të reja, patjetër. Faleminderit shumë edhe ju për juve. Faleminderit shikues zënor, do të vazhdojmë me tjera informata. Prokuroria e Prizrenit është duke vazhduar hetimet ndaj ministrit Fikrim Damka dhe familjarit Fuad Damka. Deri në këtë fazë organi akuzët thotë se nuk ka